kur përfundoi koha e vizitës dhe sipas procedurave vizitorët duhet largohen të parët. Dhe kur erdhi puna që të largohem, ashtu fillova me çajt sigurisht dhe po bënoj gjitha, mo bë gjashta mos e shohin dha që çdo ta se s'bën pa ti tha me kështu me tregu. Edhe dola nesër për mbajta pak. Po kur jam kthyer mbrapa, edhe e kom pa që ende kish mbet të pa ashtu, nuk e di afërdita ka qenë goxha e vështirë. Edhe është ende vështirë me fol për këtë çështje. Nuk çave, u mbajt e fort. E dini edhe ju, besoj që po më fal. U mbajt e fort, them para Axhit Cel, Arta. Nuk i shpreh emocionet ashtu. A i dhe motiv shtys për të vazhduar të qëndroj i fort? Me tregu drejtën, motivi më shumë vinte nga ai, ndonse ishte ku ishte, se sa nga unë. Unë isha më dopt emocionalisht, nuk mund të mbaja lotët, nuk mund të rezistoja emocioneve kur e pash pas një kohë të gjatë, por ai ishte krejtësisht ndryshe, me i gëzum, i qetë, i motivum, edhe kishte dëshirë me ditë gjatë që shpo shkojnë punë atje, apo lodhe që shpo të shkojnë tash. Ishte krejtë e kundërta më i me thonë. Ishte ai që na jep kë motiv mu në këtë rast për gjenjen se si do të shkoj tutje për procesin. Arta i përmende masat e sigurisë, si u ndjeve kur i kalove ato masat e sigurisë, a ndjeve kështu një lloj revolte që ti nuk mund ta kesh një takim normal me xhaxhain tënd, por duhet i kalosh të gjitha ato masat e sigurisë, të gjitha ato ndoshta si themi nuk mund të bësh një bisedë normale të shlirë me xhaxhain tënd, lidhje me krejt ato çfarë po ndodh, qoftë me procesin, qoftë me gjendjen e familjes, me gjitha zhvillimet